Të dashur mësues, ju drejtojmë ju, por po i drejtojmë edhe stafeve të zyrave arsimore dhe të drejtorive rajonale, të cilët administrojnë, drejtojnë dhe orientojnë gjithë trupën pedagogjike në shkollat tona, gati 30.000 të tillë, të cilët futen në procese të ndryshme të kualifikimeve profesionale, të gradave të ndryshme. Dhe sapo kemi mbyllur një proces të tillë me shumë sukses, mbi 2.000 mësues kanë marrë shkallët të ndryshme të kualifikimit me një nivel shumë të lartë të kalueshmërisë. Më vjen shumë mirë të them që për vitin 2026 shkalla e kalueshmërisë në gjithë proceset e kualifikimit ka qenë 83%, prandaj urime dhe shumë faleminderit për gjithë punën dhe për kushtimin që bëni dhe për cilësinë që ofroni. Por dua të sqaroj me këtë rast edhe një komunikim. Një komunikim që ka të bëjë me një paqartësi ose ndoshta humbje të mesazhit nga shkresat dhe nga vitet. Çështja e licencës. Pra, disa prej jush më kanë drejtuar mesazhe edhe personale, por edhe në komunikimin publik, për faktin se mospasja e licencës së ushtrimit të profesionit të mësuesit, ose më saktë e dhënies së provimit të shtetit për mësuesin, ka qenë një ndër pengesat që nuk i ka lejuar të avanconi në zhvillimin e karrierës nga një kualifikim në tjetrin. Nuk është një kërkesë e re. Pavarësisht se i atribohet një saktësimi që i është bërë këtij kriteri në udhëzimin e shkurtit 2025. Prandaj, dua të sqaroj me ju aspektin ligjor të kësaj kërkese, që nuk vjen as nga vullneti i njërit, as nga vullneti tjetrit drejtues. Në vitin 2011 është miratuar dhe ka hyrë në fuqi ligji për profesionet e rregulluara. Ligj i cili e thot shumë qartë që profesionet e rregulluara përfshi dhe profesionin e mësuesit, për çdo kandidat duhet që të kryejë praktikën profesionale, të kryejë provimin e shtetit, pra të marrë licencën dhe mëtej të regjistrohet në fazat e tjera. Pra siç e shikoni, është një kërkesë e hershme, edhe duke ju referuar një ligji tjetër shumë të rëndësishëm për ne, ligji me cilin ne operojmë çdo ditë, ligji për arsimin parauniversitar, i miratuar në vitin 2012. Saktësohet dhe thuhet shumë qartë që në respekt edhe të ligjit të mëparshëm, profesioni i mësuesit, si një profesion i rregulluar, e bën të detyrueshëm dhënien e provimit shtetit. Në nenin 57, i cili në fakt saktësohet edhe më shumë me një ndryshim që pëson ligji në vitin 2018, duke u thënë si më poshtë. Mësuesi i arsimit fillor, i arsimit të mesëm të ulët dhe i arsimit të mesëm të lartë, mësuesi i shkollave të arsimit të orientuar, mësuesi i kulturës përgjithshme në shkollat profesionale, mësuesi që punon me nxënësit me aftësi të kufizuara dhe mësuesi me diplomë të ngjashme ose të përafërt me diplomat në fushat lëndët e mësimdhënies në arsimin parauniversitar, ushtron profesionin e tij pasi të ketë kryer me sukses praktikën profesionale, të ketë kaluar me sukses provimin e shtetit në fushën e formimit të tij, siç parashikohet në ligjin numër 10.171 datë 22/10/2009, që mëtej ka hyrë në fuqi në vitin 2011. Ligj që titullohet për profesionet të rregulluara në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar dhe në aktet në ligjore të nxjerra në zbatim të tij. Pra siç e shikoni, ligji ynë i arsimit parauniversitar e ka risaktësuar atë që thuhej qartas në vitin 2012, duke e përcaktuar si detyrim ligjor dhe profesional dhënien e provimit shtetit. Në këtë kontekst, edhe jo më kot po e ndaj sot me ju këtë mesazh, sepse ka filluar java e aplikimeve në portal pranë Qendrës Shërbimeve Arsimore për të regjistruar për dhënien e këtij provimi të shtetit për të marrë licencën si mësues. Aplikimet janë hapur në datën 7 prill, do të jenë të hapura deri në datën 14. Prandaj të dashur mësues apo kandidat për të bërë mësues, nxitoni të aplikoni dhe të regjistroheni në portal për këtë provim të dedikuar. E kuptoj që kjo, mbas disa vitesh që jeni në profesion, mund t'ju shqetësoj, mund t'ju krijoj ndjesinë e sfidës, po prandaj jemi këtu për t'i përballuar. Përvoja juaj, pasioni juaj, janë garancia që ju do dilni me sukses edhe në këtë provim. Të vetmin përjashtim që bëjnë këto ligje
dhe sidomos ligji për profesionet e rregulluara është që mësuesit të cilët kanë qenë të punësuar në sistem, qoftë të përpara kohë, para vitit 2011, do me thëmë përpara se sa ligji i profesioneve të rregulluara të hynte në fuqi, përjashtohen nga ky detyrim, sepse ligji nuk ka qenë prapaveprues. Kam pasur mesazhe nga mësues të cilët janë të përjashtuar nga detyrimi për ta marrë licencën sepse janë punësuar para vitit 2011. E megjithatë ata po regjistrohen për ta marrë licencën si një dokument garancie, si një sfidë personale. Prandaj ju uroj sukses, guxim dhe ju falenderoj me gjithë zemër për punën e jashtëzakonshme që bëni. Dalshin gjithë faqebardhë.